Titulli kampion i vllaznisë të futbollit në femrave është festuar me entuziazëm. Një trofe kampioni që ka shumë mund dhe sakrifice nga të gjitha vajzat kuqeblu, të cilat premtojnë të bëjnë një tjetër sezon të jashtëzakonshëm edhe në arenën ndërkombëtare. Kështu kanë deklaruar për mikrofonin e Radio Televizionit Shqiptar presidenti i vllaznisë të futbollit në femrave Lazar Matia dhe kapitenja e kësaj skuadre, goleadoria Megi Doçi. Është një projekt afatgjat, edhe çdo titull ka vlerësim, çdo titull ka mund, ka djersë. Edhe pse janë shumë tituj, radha si është i 13 këte që për sa u kurëzum, mas ki titull është i punë e madhe, është i punë e gjatë një vitit, janë shumë sakrifica, është i punë e madhe nga stafi, nga sportistët, pranaj çdo titull është sikur tjetë për herë të parë, sepse është puna që bëhet edhe është investimi që bëhet. Kemi shumë emocione si çdo titull, sepse ka mund, ka djersë brenda, ka dhe sakrificë gjithashtu. Është një punë e jashtëzakonshme, është një punë e përditshme të qenerit aty, larg familjes, kështu që sakrificë shumë e madhe dhe emocion shumë i madh. Patjetër çdo titull ka vlerësimin e saj edhe arritëm objektivin, kjo ishte e rëndësishme. Ndërkohë për trajnerin e vllaznisë, Nikolin Deka, skuadra e tij ja doli edhe duke nisur gjithçka nga e parë në fazën finale për titull kampion. Dhe kjo është padyshim meritë e vajzave kuqeblu. Sa më tepër titull që të fitojnë, është mundi dhe djersa gjithë vitit mend dhe këto vajza kanë bërë një kampionat të jashtëzakonshëm, aq më tepër dhe me formatin që është 3 vjet të futbollit femror që 0 pikë, të fut edhe i herë në final fort, të fut me 0 pikë, të fut edhe i herë ngar me ekipet e tjera, por jam shumë i kënaqur për punën e vajzave, për punën e stafit teknik dhe megjithëse për punën e stafit drejtues me kryepresidentin. E në këtë mënyrë, me vllaznin kampione dhe të udhën fituese të Kupës së Shqipërisë, ulet si pari futbollit të femrave në Shqipëri për sezonin 2025-2026.